Pra prej gjërave të xhenetit janë edhe hyrit. Po, hyrit e xhenetit. E doshta çto më dol të hyrit e xhenetit. Një dilemë, hyrit e xhenetit dhe gruaja e dynjos. Po. A do të ketë xhelozi për shembull, nëse Allah na mundson që me gratë tona të shkojmë në xhenet? A do të ketë mes tyre? Po. Ajo që ka përmenda pak më herët, çaj ujti, që të pason krejt. Prira Allahu subhanahu wa taala çka thot, wasaqahum rabbuhum sharaban tahura, pra përmend aty, dhe në një ajet tjetër thot, wa naza'na ma fi qulubihim min ghill. Neve do të nxjerrim, do të largojmë. Naza'na do të thonë do të shkepim prej zemrave tyre min ghill, çdo gjë të keqe, çdo smundje të zemrës. Pra nuk do të ketë aty haset, zili. Nuk këto janë gjëra të kësaj dynjoje, nuk ju përkasin atje. Pra që nuk do të ketë zili, por do të kenë tafërta. Bile dietarët kur flasin për këtë thonë lenja këtë muhabet. Mos u merrni me atë, se atje Allahu na ka treguar që do t'i largon këto gjëra. Ju merreni në dynjë sepse gratë prej këtu ka gratë që bëjnë pyetje dhe shohim se shumë është pyetje e frekuentuar, që thonë se gruaja ime apo vetë ajo pyet thotë shumë jam xheloze kur përmenden hyriet ndaj burrit tim. Adai këtu duhet ndalen shumë, është një pikë shumë e rëndësishme që do ta sqarojmë se dietarët kur u kthejnë përgjigjen thonë që ju merrni me veten tuaj. Lene çështjen e ahiretit dhe zilisa që atje Allahu ka rregulluar këtë çështje. Këtu është problemi. Këtu janë këto gjëra prezente, prandaj këtu do të veprojmë dhe të punojmë me veten. Ti këshir këtë dynjë rregullojë xhelozin këtë dynjë. Ti këshir ti bën, domethënë merru me veten. Çka? E inshallah fiton xhenetin. Prek nga rrjedh kjo. Ka problematik që rrjedh kjo prej dikuni, kupton? Më shumë ti problematike që kanë njerëzit sot, qoftë meshkuj edhe femra, nuk ka domethënë dallim këtu, është prioriteti në dashuri. Pra kanë problem të madh edhe muslimanët, flas muslimanët të cilët janë praktikues, kanë problem me prioritetin, pra kanë duhet ta duan. Ne dinë shumë mirë rastin kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja dërdu Omerit. Dhe ka pyetur se kanë do më shumë. Ai ka thonë krejt e du Allahun më shumë ti, edhe pejgamberi më shumë ti se krejt përveç vetes. Ka thonë jo Omer. Nuk është kjo ajo që li para Allahu prej neve. Pastaj Omeri thon dietarët Omeri është ndarë dhe ka mendu. Dhe ka krahasu kur ka qenë para se marrë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe pasi ka ardhur, pra jetën e vet. Para se marrë i dërguari sallallahu alaihi wasallam edhe pasi ka ardhur. Dhe kur ka pasur far ndryshimi se e ka nxjerr prej errësirës në dritë, ka thënë ja Rasulullah, am kjo ka ndodhur me milisekonda, në moment. Ka thënë ja Rasulullah, ti Allahun edhe ty du më shumë edhe se veten time. Ka thënë elani ja Omer, tash po. Dhe kjo është problemi kryesor. Jena ndikum, pra gratë, motat muslimane ndikon nga gjithçka. Serialet e ndryshme, to mediat e ndryshme ndikon, pse ndikon? Sepse aty promovohet që kjo, domethënë promovohet dashuria e Romeo e Julietës, dashuria domethënë që është romantika, nuk është dashuria e realte ajo. Po nda. Muslimani dhe muslimania duhet ta kenë këtë folder të parë. Pa folderi i parë i dashurisë është Allahu, i dërguari i tij, më shumë se veten. E tash kur e duam ne më shumë se veten, kur duhet ta duam më shumë se veten, atë nuk vjen në shprehje dikush tjetër përveç vetes. Që të duam më shumë se sa Allahun dhe të dërguarin e tij. Prandaj kjo është çështje prioriteti. Duhet Allahu i dërguari i tij, pastaj vetja, pastaj tjerët. E jo të pretendoj se unë du burrin më shumë se sa vetja. Kjo nuk ngjet, domethënë nuk është sakt. Por pra kena problem në këtë çështje kur muslimanët mësohen që ta duan Allahun, pastaj të dërguarin e tij, pastaj veten e pastaj njerëzit tjerë, atëherë inshallah këtë problem nuk do ta kenë edhe nuk do të pyesin kësaj lloj pyetjesh, pra çështjen e xhelozisë, kujt diçka. Domethënë s'ka xhelozi në dynjë mes hyrive, mes edhe jo nuk ka. Por do të nxjerr krejt. Por bashortja e dynjës do të jetë hyrje kryesore apo? Po do të jetë më e mirë. Më e mirë se atë. Pra sepse ju dini shumë mirë. Favoriti i xhenetliut. Po. Ajo ka qenë ajo se Allahu subhanahu na bën me dije në Kur'an dhe thot se njeriu që është çudit, janë habit me lekët se çka do të krijon Allahu kur i ka kriju fillimisht Ademin. Pra në habit se kanë pas shembull para praktë keq prej xhinëve, se xhinët janë krijuar më herët. Po. Dhe Allahu subhanahu va bën me dije edhe atyre se di atë që ju nuk e dini, por edhe në sure tjetër përmend ku thot ulaika hum khairul bariyah. Pra ata të cilët besojnë dhe bëjnë vepra të mira janë krijesa më e mirë. Pra thonë dietarët dhe komentuesit e Kuranit, thonë që ka mundësi të ngritet e më lart se meleku. Me veprat që i bën, me besimin dhe veprat që i bën, njeriu mund ngritet edhe ngrata më të larta edhe se melajët. Sepse e kanë orgjilirit. A melekët janë të krijuar ashtu që çka u thot Allahu ato veprojnë. La yasun Allah dhe nuk i ja kthejnë urdhin asnjëherë. Prandaj kjo është ajo që do të neve ta intereson. Se njeriu mund të arrijë në gradën më të lartë të mundshme.
por këtë e bën nëpërmjet gjërave të cilat i ka përmendur Allahu dhe i ka përmendur i dërguari sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam.